Tash 22 vjet e kam emisioni Rubicon, edhe më kujtua që ka qenë viti me mas shumë të emisione Rubicon ndonjëherë. E gjithë gazetaria ka ndryshuar shumë. Sa për ju që merrni informacionin nga TikToku? E shkruan Adriatik Kelmendi, aksident komunikacioni, del se unë kam vdek para një 15 vjetë. I kom ble ato pikat të syve që kom pas që i ki reklamu të kam bëtë të mirë. Pra, unë edhe në opinionet e mija, unë kam kritikuar Ramush Haradinajn, Hashim Thashin, Isa Mustafen, Ibrahim Rugovën, Albin Kurtin, është tash zoti Hashim Thashi, se ka qenë shumë i fuqishëm, ka qenë kryeministër, president, për 5 vjetë nuk më ka ardhur në emision fare. Tash, Albin Kurtis më ka ardhur në emision tash e 2 vjetë e gjysmë. Mirëdita dhe mirë se erdhët në ngjarjen e radhës Loyola Talks. Sot e kemi nderin dhe kënaqësinë që në kampusin e shkollës sonë të presim gazetarin, shkrimtarin, prezantuesin televiziv, aktivistin shoqëror, ligjëruesin dhe drejtuesin e Klan Kosova, zoti Adriatik Kelmendi. Zoti Kelmendi, dëshiroj t'ju uroj edhe një herë një mirëseardhje të ngrohtë në shkollën tonë, duke uruar që kjo mos jetë hera fundit që ju vizitoni shkollën tonë dhe shpresojmë t'ju kemi këtu edhe në vizita tjera të rëndomta. Përmëtej, do të kalojmë në intervistën e strukturuar, përmes së cilës nxënësit do ta kenë mundësinë që drejt për drejt nga ju të mësojnë mbi rëndësinë dhe ndikimin e edukimit medial në shoqërinë e sotme. Faleminderit shumë edhe unë kam kënaqësi të veçantë që jam mesin e ju, i kemi folë me Edisin tash disa jo javë për muaj, por e dim që ka qenë një vit bukurin zeshur vitin e kaluar, në fund të vitit, kur isha live në Rubicon, më ranë mend edhe më doli kështu instinktivisht, që të mendoj se tash 22 vjet e kam emisioni Rubicon, edhe më kujtua që ka qenë viti me mas shumë të emisione Rubicon ndonjëherë. Për shkak se kanë qenë 4 fushata zgjedhore, kemi pas 3 palë zgjedhje, por zgjedhjet lokale kanë qenë në 2 rande për shumicën e komunave, përfshirë edhe Prizrenin tuaj, kështu që ka qenë një ndër vitet më të nxjerrshëm në aspektin profesional. Jam i lumtur që ka vazhdu me insistu Edisi dhe kemi konfirmu datën për sot, kështu që shumë kënaqësi të jem këtu dhe bashkëbisedojmë bashkë. Faleminderit shumë. Është kënaqësi edhe për ne, t'ju kemi këtu për përgjigjet origjinale dhe drejt për drejt nga një gazetar profesional. Ne do ndalemi të lajme të rreme dhe manipulime digjitale. Ne dim që jemi në një kohë ku lajmi shpërndahet brenda pak sekondave, po si ka ndryshuar roli dhe përgjegjësia gazetarit përballë këtyre lajmeve të rreme dhe manipulimeve digjitale? Jo vetëm në aspektin e lajmeve të rreme, por e gjithë gazetaria ka ndryshuar shumë kohëve të fundit dhe kur jeni gazetar në profesionin e gazetarit, ajo që i them unë kryesorja është pyetja, nëse pyetja është mbretresha e gjithë intervistës, komunikimit, atëherë edhe në pyetja është nëna e mbretreshës, pra kryesorja. Kështu që ne duhet të insistojmë, marrim sa më shumë përgjigjet për të formu një informacion, për të pasur pastaj një lajm. Po, edhe për të kuptuar sa më tepër, ne në çdo situatë duhet testojmë. Edhe unë dua pa fillu mirë për ta shpjeguar se sa po ndryshon kjo që bëjmë ne, t'i pyes gjithë këta të pranishëm sallë, e di se janë moshave të njoma kur leximin po për shkollë, po dhe fillohet interesimi për jetën dhe për informacionin për ata që na rrethon. Nëse mund ta ngrisni dorën, sa prej jush keni lexu gazetë të përditshme ndonjëherë? Gjithë që jeni në sallë. Sa prej jush shikoni për informacion në telefona? Okay.
Sa për ju shemen informacionin nga TikToku? Sa nga Instagrami? Sa për ju hyni në portal, pra e hap një faqen e internetit, kudo, ose në kompjuter, ose në telefon, Safari, në Chrome, edhe shkoni për shembull klankosova.tv, ose shkoni në koha.net, sa për ju? Edhe sa për ju shikoni lajmet në televizion? Uleni para ati televizion. E tash, apat në pyetjen time të parë, vetëm ky rendi i parë ku janë tullur përgjithsisht, tash s'po bëjmë diskriminim të moshës, po përgjithsisht 30 plus kanë lexuar gazetë. Gjithë ju tjerët që jeni 17 minus, s'keni lexuar asnjëherë gazetë. Tash po flisni për dikën që është gjenerat e mesme ndoshta e gazetarisë, po që ka fillu gazetë dhe ka mendu gazetarin e gazetës. Edhe sot e ka pasionin për gazetarin e gazetës, ka vazhdu me televizion, po sot përmbajtja televizive konzumohet mënyrat ndryshme. Pra, unë punoj në televizion, po shumica jush i bjen që kur më shini në TikTok. Se shumica thatë që i merr informacionin TikTok, pastaj shkon Instagrami, Facebookun, madje se përmenda se po thojnë kam bet për gjeneratën prap gati si gazeta. Kështu që këto duhet t'i kemi parasysh, vetëm në një gjysmë karriere, pra të një gazetari, ka ndryshu aq shumë edhe mënyra se si prodhohet informacioni edhe si konzumohet informacioni. Zhvillimi teknologjik, pra për shkak të ndryshimeve të mëdha, po e ndryshon edhe jetën tonë, edhe ne po adaptohemi, po duhet të adaptohemi. Njëjtën kohë duhet jemi të vëmendshëm edhe ne që e prodhojmë lajmin, se cilat janë ndryshimet dhe jo të mendojmë se tash mirë, nëse dikush duhet të informohet, duhet shkojë ta blej gazetën në kiosk, se kështu ka qenë tash 200 vjet. Jo, se në fund kemi mbet pa gazetat përditshme për shembull në Kosovë. Atëherë ne nuk mund të themi se ose do të shkojnë të blejnë gazet, ose do të mbetë shoqëria pa informuar. Ne duhet të adoptohemi rrethanave që na imponohen. Dhe së këndejmi pra edhe nuk kemi mbetur që thonë mirë, në televizion duhet ta blesh një aparat televiziv, pra televizor, edhe tulesh të vetë në balë të vendit të dhomës ditës, salonit, kudo që jemi, edhe në orar caktuar t'i konzumosh lajmet. Pra, jo, ne jemi sot në telefonat celular, ose gjithandej ku njerëzit vlerësojnë se kanë më të përshtatshme, më të lehtë që ta konzumojnë lajmin. E tash, këtu pastaj fillon problemi. Cili është problemi? Se duke qenë se edhe konzumi i lajmit është bërë shumë më i drejt për drejt, më i qasshëm, më i lehtë, atëherë edhe prodhimi i lajmit është bërë më i lehtë. Në kuptimin që sot prodhojnë përmbajtje shumica njerëzve që kanë një profil, një faqe, qoftë në TikTok, qoftë në Instagram, qoftë në Facebook, ose në rrjetet e tjera sociale. Shumë letër sot edhe të hapësh një faqe në internet, me pak para ose pak shkallësi, ka edhe modele të gatshme dhe të pretendosh se zotnon një media. Nuk ka qenë e tillë më herët. Dhe çka ka ndodhur kjo? Derisa ne jemi të bombarduar me shumë informacion, ne mund të mbesim paradoksalisht edhe të pa informuar. Nuk është e thënë që shumësia e informacionit na sjell cilësitë e informacionit. Pse? Kthehemi të kjo brenga për lajmet e rreme. Se duke pasur shumësi, hiper informacion, atëherë edhe për kujdesja për redaktimin, për vërtetësinë e lajmit bie, por edhe qasja njerëzve që t'jenë të kujdesshëm se pringa për konsumojnë lajmin, nga njerë është më pak rezistence se më parë, se bombardohemi me lajmin nga gjithkush. Dhe këtu fillon kriza e madhe, se si ne të dallojmë një lajm të rrem, pastaj nga lajmet e tjera. Dhe besoj se ke edhe shumë pyetje të tjera që ndërlidhen me këtë. Po, pikërisht, pra ky mos adaptimi ndoshta ka bëu që viktimat e lajmeve të rreme të jenë edhe moshat më të
vjetra që s'munen më përshtat gradualisht me teknologjinë. Po sa i përket platformave digjitale në këtë epokë të rrjeteve sociale dhe algoritmeve, çfarë përgjegjësie duhet të kenë platforma digjitale në luftën kundër dezinformimeve? Po, dhe ne shohim shpesh programe që ndërmarrin pra ata që kujdesen ose që i kanë pronësi ose që punojnë në këto platforma digjitale që reagojnë për të shmangur hapësirën e lajmeve të rreme dezinformatave. Po pastaj aq e madhe është përmbajtja sa nuk ka kapacitete humane, nuk ka kapacitete njerëzore që shikohet secili informacion. Dhe shpesh ne kemi parë se ata bazohen pastaj ose në algoritme të caktuara ose në formula të caktuara që vetë operojnë, pra jo të bazuara në njerëz, po në programe të cilat pastaj reagojnë për të mos lejuar shpërndarjen e lajmeve të rreme. Sa ka qenë kjo e suksesshme, fatkeqësisht zakonisht shkohet pasi që ndodh problemi, merren masat. Nuk merren masat preventive shumë më herët. Pra dhe gjithnjë ne shohim se lufta ndaj lajmit të rrem është disa hapa prapa lajmeve të rreme. Dhe sa më shumë që mundohemi të luftojmë, aq më shumë hapen vatra. Dhe ju po them ti për shkak të moshës, pra ti e përmende që zakonisht moshat më të vjetra e kanë të vështirë të adoptohen. Kjo qëndron. Pra se nuk janë mësuar me teknologji derisa të mësohen, janë gjuhë të huaja, zakonisht në këto rrjetet sociale predominon gjuha angleze, por unë do të thoja edhe moshat e njoma, edhe ju të gjithë, pra jeni shumë të rrezikuar. Pse? Pse ju jeni duke jetuar në kohën kur ndoshta nuk e keni kap pikrisht se çka i bën lajmi, cilat janë ato 5W të famshme, cilat janë pyetjet që duhet t'i përgjigjet një lajm, se jeni mësuar të konzumoni përmbajtje pa e ditur se sa rëndësishme është shikohet kush është burimi i përmbajtjes. Sot dhe kësaj dite, ne shohim madje që kjo shfrytëzohet shumë mirë, fatkeqësisht, nga politikan populist. Ne mund të themi se njeriu më i fuqishëm sot në botë dhe më me ndikim mund të jetë presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, por është pikërisht Donald Trump, ai i cili pari mënyrën më efektive për shkak të madhësisë që ka Amerika, ja ka dalë që të krijojë përshtypjen se media tradicionale, pra ku përfshihet CNN, New York Times, Washington Post, janë media të cilat kontrollohen nga grupe të caktuara dhe ka filluar të komunikojë me votuesit e tij, me opinionin amerikan, por edhe në mbar botën nëpërmjet të llogarisë së tij në Twitter, tash X. Pastaj e ka hap edhe platformën e tij Truth Social. Dhe tash e mora shembullin e presidentit Trump, por kjo shfrytëzohet nga grupet interesit gjithmonë duke thënë shikoni, ju shmangjuni atyre që e din çka është lajmi, kanë redaktor, janë profesionistë, kanë mbaruar shkolla, por mund t'i besoni dikujt që e ka vetëm një qëllim të caktuar dhe e ka një qasje në internet. Për atë edhe se përmendëm deri tash YouTube, por edhe në YouTube, si platforma më e madhe e videove, ne sot shohim që ka individ të cilët nuk e kanë ndoshta asnjë ditë përvojë gastarie, asnjë javë mësime gastarie dhe të medias, por zotnojnë me kanale në YouTube ku flasin për që nga fatkeqësitë natyrore, ndoshta tërmetët në Japoni, e deri te fizika bërthamore ose te politika botërore, UFO-t, të gjitha pa dhënë asnjë referencë për ato që thonë. Por fatkeqësisht ne shohim se ata kanë me qindra mijë, nga njerë dhe miliona subscribers, ndjekës në kanalet e tyre. Dhe për këtë arsye unë po them që duhet pasur kujdes për të shikuar se mirë, ne po e konzumojmë një përmbajtje. Mund të ketë dikush miliona shikues, por sa është i përgatitur ai për të na dhënë informacionin që po na jep. Pra gjithnjë duhet kthehemi te burimi. Kush është burimi i informacionit? Jo sa interesant është informacioni që po na jep. Dhe e dyta, qëllimi. Pse ai që po e jep këtë informacion
po e jep mënyrën si po e jep. Pra këto dy pyetje duhet t'i bëni gjithmonë. Në gazetari vlen diçka që unë besoj që vlen në çdo fushë të jetës. Dysha. Tash, nga njerë dhe kur i flas studentëve është që mos t'ja dhënë dyshimin bashkë në çdo gjë. Por gjithë një lajmin, informacionin ta marrim me një rezervë. Madje shkohet as larg ku flitet për gazetari, thuhet që edhe kur nëna juaj ju thotë se ju dua, pyetini edhe një herë. Pra, vlerësohet se s'ka dashuri më të pastër dhe më drejt për drejt si dashuria e nënës për fëmijët e vet, por verifikojeni edhe një herë se a qëndron. Kjo duhet të jetë çësia ndaj informacionit. Çka do të shihni, pyeteni se prej nga po më vjen, pyeteni veten, edhe a mund ta konfirmoj se kush është personi që qëndron ose organizata që qëndron mbrapa dhe çfarë qëllime ka. Për këtë arsye, pra gjithë një mediat, që mund të themi, po e përdori këtë termin, tradicionale, që e dim që ka një adres, ka një licencë, ka një strukturë ku qëndron hierarkia, pra drejtori, kryeredaktori, në televizioni drejtori i informacionit, drejtori i programit, pastaj kryeredaktori, redaktori përgjithës, lektorët, pra, ka një strukturë gazetarët e rubrikave të ndryshme, kështu që e dim që ka një hierarki si në këtë shkollë që për shembull shikon se cila është cilësia, edhe e përcjell atë. Dhe për këtë arsye pra shumë është me rëndësi që të kthehemi te burimi. Nëse ne nuk pyetemi se kush është burimi i informacionit, pra atëherë krijojmë hapësirë që të manipulohemi. Nëse ne manipulohemi, pastaj atë informacion mund ta shpërndajmë të tjerët dhe kjo të shkojë dhe të cilët në cikël. Edhe këtu, për shembull, unë besoj se pse ka marrë ftesën nga udhëheqësit e shkollës tuaj të nderuar, është pikërisht se ka një informacion për rrugtimin tim në gazetari. Ku kam qenë, çfarë kam bërë, çka bëj. Pra, dhe për këtë arsye kanë menduar se kam mjaftueshëm kredibilitet për të folur për temën. Edhe ti që i ulur këtu, pra ka diçka që është studiuar dhe ta kanë dhënë hapësinë për ta udhëhequr këtë. Gjithçka duhet të verifikojmë pra se pse po na servohet në momentin dhe hapësirën e caktuar. Mirë, nëse ndalemi te shkolla, a mendoni që duhet të jetë edukimi medial pjesë e strukturuar e kurrikulës dhe si mund të integrohet më së miri në arsim? Unë kam shkruar dhe kam bërë edhe emisione për këtë çështje, edhe për edukimin medial, edhe për, nëse e zgjerojmë, edhe për mediat sociale, për një arsye të vetme, se besoj edhe kjo është një diskutim i gjerë që po bëhet gjithandej nga shumë institucione, nga shumë organizime shoqërore që janë ndryshuar për këto 100-200 vjet të fundit, nuk kemi parë ndryshim as të madh në institucionet arsimore. Pra vazhdohet kryesisht mësohet duke pasur modifikime të lehta, por jo të krahasueshme me zhvillimet e tjera në mënyrën se si ne shpërndajmë dijen në auditoriumet shkollore dhe se si nxehet kjo dije. Po ndryshimet më të mëdha natyrisht që fillojnë me kurrikula dhe si duhet bëhet vlerësimi im si dikur që edhe jap mësim edhe punoj në media gjatë, është kurrikula duke ju përshtatur nevojave të shoqërisë. Pra, ne nuk mund sot ta dim se secili prej nesh, do shta pjesën më të madhe konstante ditës e kalon duke konzumuar përmbajtje nga interneti, nga rrjetet sociale, nga mediat online, kurse të mos ketë asnjë lënd që merret me diçka që bëjmë çdo ditë. Pra ne hym fare të papërgatitur sot, përveç ndonjë kurs i vogël, për një nga gjërat që e ushtrojmë dhe na marrin kohën më të madhe, na krijojnë opinionet, na ndikojnë jetën, por nuk na përgatit kurse si t'i qasemi. Dhe për këtë arsye unë besoj se po është e domosdoshme që sa më herët, pra
të jetë kjo korespondente me kohën kur edhe fillohen të përdoret interneti nga moshat e njoma, që nga jo moshë të fillohet edhe të ketë edukim se si të përdoret interneti, si të qasim informacionit online, si të sillemi në rrjetet sociale, se të mos harrojmë. Ka trauma që përcjellen pastaj gjatë gjithë jetës për shkak të diçkaje që nuk ka ndodhur në jetën fizike, por ka ndodhur në jetën virtuale. Dhe kjo besoj për këtë jo vetëm Kosova, por është debat si që përmenda gjithandej botës, sikur ka ngesur pak mbrapa dhe do të mbetet një gjenerat e pa trajtuar, se kjo do të vi, pashmangshëm do të vi dhe do të reformohet, por do të mbetet një gjenerat e cila se ka trajtuar fare dhe është hudhur në det, pa mësuar të di not. Dhe kur hudhemi në det, pa ditur not, pavarësisht se mund të themi unë e kam para atë që e ka bërë notin ose jo, ne do të mbytemi. Po mirë, për shembull unë mendoj që 90% e nxënësve përdorin ChatGPT-n për krymjen e detyrave që ndoshta nuk duhet më dhon shumë mund për me i kryer. A mendon që është arsyeshme kjo? Shumë pyetje e mirë, pra inteligencë artificiale, madje është të këto zhvillime teknologjike që po zhvillohet mënyrën edhe më të shpejtë se gjithçka tjetër deri më tash. Edhe madje libra që janë shkruar për inteligjencën artificiale para 2 vjetësh, sot mund të themi se kanë dalë jashtë përdorimit, aq shpejta janë ndryshimet. Dhe për këtë arsye, po ashtu edhe ne duhet të jemi të vetëdijshëm se po, ajo ekziston, mund ta përdorim, por si çdo risi që ka ndodhur që nga revolucioni industrial, kur ka filluar ndodhin pra masinat të vijen në shërbim të njerëzve gjithë një më tepër, atëherë mund të përdoret për gjëra të mira, për edhe gjëra jo të mira. Ja ta marr një shembull. Ju thatë 80%. Edhe në sferën e medias, mund të përdoret inteligjencë artificiale për të gjetur informacione sa më shpejt. Por absolutisht nuk guxojmë të bazohemi vetëm në inteligjencën artificiale dhe t'i marrim si të mirëqena, sa ajo është si kjo që e thash, të marrim informacionin kushdo që e ka servuar, se si funksionojnë deri më tash këto makinat e inteligjencës artificiale që mbledhin informacion kudo në internet, dhe pastaj nëse nuk janë të kujdesshëm për të shikuar edhe ato makina të zbulojnë se cili informacion është kredibil dhe cili jo, atëherë mund të na çorientojnë fare. Ne mund ta përdorim inteligjencën artificiale për të marrë informacion më tepër, për të shikuar burimet ku ata po thirren për atë informacion, pra të klikojmë në ato pjesë të vogla se ku e kanë marrë referencën për atë që po thonë dhe pastaj të hulumtojmë më tepër aty dhe jo ta marrim si të mirëqen. E dyta, shpesh kam parë tundimin që njerëzit edhe kur ta bëjnë një intervistë, të hyjnë, të japin disa dhëna dhe ta pyesin për shembull, çka ta pyesim Adriatik Elmendin sot në Gjimnazin Loyolla, në Prizren, në një audiencë prej qindra nxënësve të kësaj moshe për fushën e medias, teknologjisë informative e të tjera. Dhe ju e merrni një listë, i thoni më jep 10 pyetje, 10 pyetje, më jep 20 pyetje, 20 pyetje. Po çka ju jeni bazuar kritikisht në rekomandimet që ju ka dhënë ChatGPT ose Grok ose të tjera, Gemini ose të tjera që ekzistojnë. Po tash paramendoni sikur edhe unë ti marr ato pyetje dhe ta pyes tash inteligjencën artificiale, çfarë përgjigjesh t'ja japon si Adriatik Elmendi këtu. Edhe ne dy mund të themi e kemi bërë punën tonë. Por çka kemi bërë? Asgjë origjinale s'kemi treguar. Ose pak gjëra fare, pak gjëra origjinale s'kemi treguar. Se ju keni marrë një informacion të përgjithshëm, unë jam përgjigjur me një informacion përgjithshëm, atëherë pse erdha unë këtu? Pse ti si Roza dhe unë si Adriatik morëm mundin që tulemi këtu fizikisht dhe të flasim për këtë që flasim, kur secili ka mundur t'ia shtroj këto pyetje, ta pyet si do të përgjigjej Adriatik Elmendi këto përgjigje dhe fare mos ta bënim këtë diskutim. Pra, ky është kurthi i cili mund të na fus inteligjencë artificiale që na bëj më dembel në punën tonë, po në fund mos përfitojmë se ne do të hyjmë në një cikël që vetëm e rigjeneron
informacionin që e kemi deri tash në dispozicion, nëse jam i qartë në atë që po them. Dhe nuk ndikon që ne bazuar në informacionin që e kemi të arrim në ide të reja originale, të cilat do ta eliminojnë njerëzimin, do ta shojnë një hap tutje. Kështu që rreziku është që brezat e ri të mos e kenë shtytjen që të mësojnë drejt për drejt, ta lodhin trurin që të arrin përfundime originale për t'i marrin të gatshme. Dhe kjo pastaj na fus gjithë në një cikel vicioz që nuk dalim dot, pra është një ballon i mbyllur me një tavan nga i cili s'mund të shpërthejmë që të arrim kate tjera siç është evolucioni njerëzor, siç jemi mësuar ta shohim deri tash. Kështu që përgjigjja ime është po shfrytëzojeni se është aty, se ka pasur droj edhe më herët nga, për shembull, kur ka dalë incizimi i zërit, kanë menduar se bendet që bëjnë muzikë dhe këndojnë live e pati karriera atyre, ka pasur rezistencë, por pastaj kanë kuptuar se duke shpërndar në kaseta, në pllaka gramofoni, në diskë, tash me Spotify, me përmbajtje digjitale, ne mund të gjejmë forma të reja se si edhe të kemi popularitet më të madh, edhe të fitojmë më tepër para, edhe të kemi qasje më të madhe të më shumë njerëz, dhe pastaj më shumë njerëz do ta ndjejnë nevojën që të vinë të na shohin ne në koncert. Njëjtë ka qenë kur kanë filluar kinematografia, pra xhirimi i filmave, janë friksuar aktorët, regjisorët, se më askush nuk do të vijë në teatr. Jo, se reklama që është bërë pastaj, ka bërë që edhe kinematografia, edhe teatri zhvillohet edhe më tepër. Njësoj me librat digital e gjithçka tillë. Pra, njerëzimi deri më tash e ka gjetë formën që edhe teknologjitë që e kanë friksuar t'i adoptoj për të mirën e vet. Dhe pastaj janë edhe ato rrëfimet e rrezikshme që bëhen shpesh, pra është një nga historianët dhe filozofët më të popularizuar sot në botë, besoj e keni dëgjuar, është Yuval Noah Harari, izraelit, i cili po ashtu ka shumë paraqitje edhe mediale dhe intervista, ai ka drojën më të madhe që inteligjenca artificiale do t'i dalë duash njerëzimit, dhe pastaj mund të vijë një ditë kur ne bazohemi shumë në inteligjencën artificiale, e cila do t'i mësojë edhe kodet e bombave bërthamore dhe do të shkatroj botën, pra. Ose bie në duar të gabuara të ndonjë organizate terroriste, ndonjë shteti që ka qëllime jo të mira, ndonjë lideri të shmendur dhe ta shkatroj botën. Pra këto janë dilemat me cilat duhet të ballafaqohemi, që vijnë nga kjo bota jonë e informacionit e deri te brengat më të mëdha shoqërore. Po mirë, përveç dezinformimit, një temë tepër e gjerë tjetër është besimi i publikut, ju në gazetarin profesionale, kur besimi në media shpesh vjet në pikpyetje prej audiencës. Çka bani për me rikthy atë besim, ose çka bani mos mendovej? Është i pashmangshëm, pra sa më shumë që ekspozoheni, aq më shumë ka njerëz që do të kenë mendim. Pra vlen në çdo fushë. Pra nëse qëndrojmë këtu poshtë, disa vetëm rendi i parë mund të na shohin. Pra, po nëse ngritemi këtu lart, gjithë mund të na shohin. Ta sa më shumë se të na shohin, aq më shumë do të thonë për mua dhe për ty, për shembull. E pas ka veshur këmishën e keqe, nuk qenë ka rregulluar, po duket përgjumshëm, ose cilësi pozitive. Por këtë duhet ta dim se cili që jemi në këtë biznesin që quhet kushtimisht të marrëdhënieve me publikun, pra që ekspozohemi. E sidomos këtë duhet ta dim ne që kemi përgjegjësi për shpërndarjen e informacionit, si ta ruajmë besimin. Është shumë e vështirë se më herët, për shkak se për atë që folëm pjesën e parë, që gjithkush ka qasje në prodhim të përmbajtjes. Prodhimi i përmbajtjes është edhe kur dikush poston diçka, një punim shkencor që ka fituar çmimin Nobel për fizik në Facebook, dhe aty i ka të hapura komentet e dikush i thot, hajt mër budall s'ka din ti. Edhe tash, aty mund të mbushet edhe ai tjetri, mirë e ki, mirë ja bone, edhe ai tjetri thot, valla, kjo dhe familjen se ka pas kur që ka ditë diçka, edhe fillojnë tash, ju e keni një përmbajtje që ka fituar çmimin Nobel, e cila ndoshta shumica as nuk klikon për ta lexu, edhe i keni përmbajtje të vogla që duken kështu interesante për t'i lexu plot,
po që as nuk janë thëllu, as nuk merren me çështjen. Ai pa informuar ose pa kujdesshmi ndikohet. I lexon ato që janë më të thjeshta, komentet, o thotë, kjo lart s'po vjen ka gjë. Kështu që ne na mbetet ajo se si ta nënvizojmë të rëndësishme. Dhe të mos dorëzohemi. Kjo është më rëndësi. Se duke parë këtë gjithnjë njerëzit që funksionon si piramida, në secilin profesion, pra njerëzit që specializohen për ta bërë një gjë, do të mbesin këtu në majë të piramides. Por gjithë të tjerët pastaj e popullojnë këtë pjesën shumë më të madhe që mbetet. Dhe nëse hynë në ballafaqim me atë pjesën e pa informuar, edhe me ju informuarin botë mund dalë humbës, se më shumë është pjesa që e përbën njerëzit që s'kan informacion specifik për temën që flitet, sesa ata që janë të përgatitur profesionistë të fushës. Por këtë duhet ta dim të gjithë, dhe të mos dorëzohemi dhe të punojmë që ta theksojmë, edhe me këtë bisedë që po e bëjmë, edhe çdo ditë. Dhe për këtë kthehemi sërish te ideja se pyetjet të mira që po i shtroni, po na kthejnë te ideja e edukimit. Ne gjithçka në jetë që bëjmë presim që dikush na udhëzoj. Pra, edukimi është udhëzim i drejtë, i bazuar në dije të akumuluar dhe të verifikuar. Dhe këtu kthehemi te gjeneza, nevoja e edukimit përhershëm, futjes së landëve mësimore që kanë të bëjnë me mediat dhe mediat sociale, dhe përgatitja se si të verifikojmë diçka që qëndron, që është e drejtë dhe diçka që është dezinformat dhe ka qëllime tjera. Po, në përvojat e juaj personale, për shembull, a keni hasur në rast konkret manipulimi digital? Po, shumë. Për shembull, nëse tash hyn dikush, dhe ta verifikoj edhe vetë, në Google e shkruan Adriatik Kelmendi aksident komunikacioni, del se unë kam vdek para një 15 vjetë. Edhe atër jo në kohën kur ka pas kaq shumë zhvillim të rrjeteve sociale, por dikush ka marrë mundin që ta prodhoj një lajm edhe e ka publikuar në YouTube. Edhe mu vetëm ka thirr ja ku ashtu YouTube vdes gazetari Adriatik Kelmendi në një aksident rrugor. Këtu është edhe lajmi. Ja dhe makina. Edhe titulli. Pra, para 13 vjetësh e pas kanë shikuar 62.000 njerëz, vetëm këtu. Pastaj edhe sa lajmet kanë dalë njerë pa u verifiku, sa ja ku është vdes gazetari Adriatik Kelmendi, sot me datën 23/2 2013 në ora 11:15 gjatë një aksidenti trafiku në magistralin Prishtinë Ferizaj, shpirti në paqe dhe ngushëllimi familjes Kelmendi. Edhe unë kam qenë duke pi kafe me vllaun tim edhe dy miq, edhe veç po më thret një mik, pesho që s'kom fol, do shta me muaj me të, edhe te shaj telefonin po thot, Adriatik, po, a jeti, po, gjallja, unë po kujtoj që po ma bëm këtë pyetje, a gjallja se s'kemi fol karë. Thash po gjall, ti a je gjall? Tha more prit tulna njerë, çka ndodhi? Tha sa parë që ki bo aksident, edhe ke vdekun po foli me ty. Me njëherë në atë minut më ka thirë baba jem, ka qenë duke udhëtu me makinë për Prishtinë, prej pesën Prishtinë, edhe a je mirë? Po. Tha sa më thirë një shok, tha qa i kishë ndodhë ashtu Adriatikut, më thash mirë jam ku më ka thirë edhe në bas 5 minutave, tha ndala makinën, po më rrjedhin lëtë, tha se unë bytën të më thirë, edhe të më bëm diska, e qëtëm një postim, ka pas një edhe doli edhe në lajme, pas taj që është lajme i rem, por ka pas mandej edhe një 2 herë, bas një viti ishte shpërndar në Shqipëri, kur kanë fillu mis për Shqipërisë me më thirë, edhe se me pyet tjerë a është gjallë. Pra që po thëmë, edhe kjo nuk është hera parë, dhe ka pasur të tilla raste shpesh. Pra, kjo është rasti më eklatant kur shpallin vdekur, po pastaj shpifje tjera, montime tjera mund të ketë, shumë jo vetëm për mua, për gjithë, dhe tash është rreziku më i madh që me lehtësinë
se më herët është dashur di pak punë kompjuteri, programimi, montazhi që ta bëj këtë. Sot kushdo që din ta hap faqen OpenAI ose Grok, me njëherë dhe këtë audiencën këtu, unë ju fotografoj edhe i them bëni duken me kapelat magjistrarëve, për brenda sekondash e marrim pra si imazh. Dhe për këtë arsye ne duhet jemi të informuar se mundësia e manipulimit është aq e madhe dhe aq e lehtë dhe pastaj të shikojmë, të verifikojmë. Mos të harrojmë pra, nëna ju thot ju dua, a e ki seriozisht. Pikërisht te kjo dish na mundol të cilat hapa praktik sipas jush mund të ndërmarrin për ta mbrojtur veten nga këto manipulime mediale, edhe pse jemi gjenerat pak më re sot. Jemi bukur shumë kështu të lënë vetëm kuptimin, po them se është jo lehtë. Unë e përmenda këtë rast dhe sërish po shërbej me një rast personal. Kjo nuk ishte vetëm aksident trafiku. Para një vjet e sa, filluan shpërndahen edhe për mua dhe për disa persona tjerë publik se pashtu kemi humbur jetën, ose që kemi fituar para dhe kemi folur në një emision live, do shta dikush e ka parë, diçka që e kemi gjetë një hapësinë për të përfituar para online dhe Banka Qendrore e Kosovës ka intervenuar, është ndërprerë emisioni, gjitha këto të krijuara me inteligencë artificiale. Edhe unë madje isha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në verën, jo këtë që shkoj për një vit e gjysmë më herët, kur u detyrova të hyj në distancë kohore, isha nëntor, me Kosovën se të lidhem live në një emision dhe të tregoj se nuk qëndron, nuk është kjo e vërtet, dhe t'i bëj thirrje njerëzve që mos t'investojnë, se ata shpërndanin edhe disa linqe ku njerëz fillonin për të shikuar se si të pasurohen online. Edhe media tjera kanë shkruar se kjo nuk ndodhte vetëm me mua, edhe me tjerë, dhe unë e bëra një hulumtim njësoj, edhe parë se i njëjti fenomen, me të njëjtin dizajn të faqes, po në gjuhë tjera kishte ndodhur për figura publike në Brazil, Meksik, Maqedoni, në Spanjë, në shumë vendet botës. Pra, ka grupe përfituesish, matrapazësh, që synojnë që të bindin njerëz se ka një përfitim. Përfitimi medial gjithku i vizlojnë sytë dhe pastaj kridhet për të shikuar se si të funksionoj. Kisha miq që më shkruanin, po fiton veç për veti, pak shpërndajemi ne, po thoja o lexoni, 100 herë kom demantu, nuk qëndron kjo. Një ditë më shkroi një ish studente. Tha, shiko, unë e kom pa që e ki demantu ti shpesh, po unë edhe burri im i kemi investu 20.000 euro, tha dhe po flasim me njonin po hina i me kamerë, tash që nëse e njës për i postimit që i ki pa për mu, unë po thëmë që s'kom lidhje me te, është i rem, edhe nëzjeri ato pare sa më herët që mundë. Tha, tash kemi hinë ta, i kemi fitu një 2.000 euro deri tash, tha edhe po vazhdojmë. S'kom pas guxim mo as me komuniku me te, po sigurisht, të më thonë se nuk qëndran është krejtës tisun, me e kam përdor figurën time si shumë tjerve, edhe njerëzit humbin. Pra ka metoda që thash të përfitimive të ndryshme, që përdorën me përmbajtje digitale, me lajme treme, që grupet caktuara të interesit sot përfitojnë. Pra të duhet jemi shumë të kujdesshëm, po në këtë rast nuk varet fare prej meje, dikush e përdor figurën time publike për të bindur. Pastaj dikush tjetër më tha, i kom ble ato pikat të syve që i kom pas që i ki reklamu të kam bërë të mirë. Pra, hyna u lumtova, edhe parë që kishte edhe një lajm tillë që Adriatiku po i përdor këto, e pash pastaj edhe Blendi Fevziu e kishte demantu për vete një diçka tillë. Pra ka këso forma sot që shfrytëzohen gjithandej botës nga njerëz që fare ndoshta nuk flasin shqip, po e përkthejnë përmbajtjen me inteligencë artificiale dhe shikojnë të përfitojnë nga ata që nuk janë të përgatitur. Kështu që si që jemi të rrezikuar në botën tonë fizike, jemi shumë të rrezikuar, na prishet jeta të humbim para, na prishet disponimi nga jeta jonë virtuale. Pikërisht. Atër ishte shumë kënaqësi t'ju dëgjonim përgjigjet reale dhe shumë informuese. Në këtë pjesë dytë kishim kalu te pyetjet e publikut. Nëse dikush ka diçka me pyet, kuriozitet apo
Përshëndetje Zoti Kelmendi, si gazetar me përvojë profesionale që keni si dhe njës i strukturave mediatike nacionale të Kosovës, dhe isha t'ja u bëj një pyetje. Sa mendoni që mediat në Kosovë janë neutrale, pra që nuk mbojnë anë e as opinione politike, duke përfshirë edhe mediumin ku punoni ju, për të cilin ndonjëherë po hasim kritika nga një masë të gjerë opinionit publik? Faleminderit, shumë pyetje mirë. Pra, mediat edhe krijojnë opinion. Dhe pastaj krijimi i opinionit gjithmonë do të ketë rolin e ballafaqimit me të tjerët. Dhe në shoqëritë, si po përmend shpesh unë këtë grupet e interesit, ka grupet e interesit. Çfarë nuk kuptoj me grupet e interesit? Një grup i interesit mund të jetë edhe vetë kjo shkollë. Po, që i ka synimet e veta edhe një informacion që qëndron është i vërtet, nëse nuk ja bën jetën më të mirë, ta them shkurt, do të kenë dëshirë që të mos përhapet, që ndoshta të zbutet. Kështu funksionon që nga organizimet më të mëdha shoqërore, që janë religionet, pra më shumë të njerëz i lidhin religionet, ka religione që kanë 2 miliard ndjekës, ka të tjera me 1 miliard e më pak, ka shtete, ka korporata multinacionale, pra biznese, ka parti politike, të gjitha këto funksionojnë paka shumë si grupet organizuara. Ka njerë të lidhura drejt për drejt me individ, nga njerë rreth ideve. Dhe nëse je në këtë biznesin e informacionit, gjithmonë, jo gjithçka që do e thuash, pra do t'i pëlqejë gjithëve. Edhe pastaj, duke qenë media, në shoqëri demokratike, media merret si shtylla e 4 e pushtetit. Janë 3 shtylla zyrtare të pushtetit, që është legislativi, është kuvendi, ekzekutivi, qeveria, pra ata që i ekzekutojnë punët, dhe drejtësia, pra gjyqësori. Por shoqëri demokratike është vënë edhe llogaridhënia. Dhe për këtë arsye besohet se media është shtylla e 4 e pushtetit që do t'i ruajë ato që quhen checks and balances, kontrollin, llogaridhënien ndaj atyre që janë pushtet. Tash, a bëhet gjithnjë puna në mënyrën më profesionale të mundshme? Ky duhet të jetë synimi. A qëndrojmë mirë në Kosovë, unë besoj që qëndrojmë shumë më mirë se gjitha vendet e rajonit. A mundet më mirë, gjithnjë mundet më mirë. Por, absolutisht, gjithmonë do të dëshiroja, si kam qenë edhe si individ, t'jem në pjesën e medias e cila është kritike ndaj grupeve të interesit, që i bie dhe zakonisht në shtete grupi më i madh i interesit është partitë që janë pushtet, qeveria ose udhëheqësit e komunës, që mund të jetë ndryshëm në parti politike, por për atë arsye qëllimi i medias është që të kërkoj llogaridhënien e tyre ndaj qytetarëve. Dhe kjo shpesh bjen edhe për plasje. Pra nëse shikoni sërish, lexoni librat e mi, unë kam 4 libra me intervista, me shkrime, aty shihni se unë edhe në opinionet e mia, unë kam kritikuar Ramush Haradinajn, Hashim Thashin, Isa Mustafen, Ibrahim Rugovën, Albin Kurtin, pra se cilin më shumë ose më pak në kohën kur kanë qenë më të fuqishëm. Por sfida edhe intelektuale është që të sfidosh ata që janë më të pushtetshëm, se nuk është më e lehta, është më vështira ata që janë më të pushtetshëm të sfidohen. Se ata që kanë pushtet edhe mund të ndikojnë jetën tona, na bëjnë jetën më të mirë, ose nëse ju shohin si kundërshtar, edhe t'ju vështirësojnë jetën. Por ky duhet të jenë misioni në radhë të parë i intelektualit të shoqëri dhe pastaj edhe i gazetarit që mendon të jetë zë i publikut. Dhe për këtë arsye shohim edhe ballafaqime edhe në mediumin ku punoj unë, edhe në ish mediumin ku kam punuar unë, ka shpesh që nuk pranojnë ata që janë pushtet të bashkëpunojnë me mediumet caktuara për një kohë, pastaj kthehen. Unë kam pasur, është tash zoti Hashim Thashi, se ka qenë shumë i fuqishëm, ka qenë kryeministër, president, për 5 vjet nuk më ka ardhur në mision
fare, ose për 8 vjetë më ka ardhur 2 herë, pastaj, pas 5 vjetëve ka ardhur një herë, pas 3 vjetëve tjera ka ardhur edhe një herë. Tash, Albin Kurtis më ka ardhur në emision, tash e 2 vjetë e gjysmë. Po ka tilla, po unë i marr këto dorën zemrën t'ju them më tepër si një dëshmi e punës që po e bëj, se nëse nuk do të sillasha njëjtë nga ana e atij që kritikon dhe mundohet t'jap informacion për te zëdhënjes. Zëdhënja është kur secili institucion e ka zyrtarin e vet që zgjedh se çka t'i servoj publikut e çka jo, atëherë besoj se është një mision i përmbushur. A mund të ketë gabime? Një mund të ketë gabime. Vetëm ai që nuk zgjohet fare me nxez dhe vendos ta kaloj çdo ditë në shtrat e minimizon mundësinë që të bëj gabime, por duke dalë nga shtëpia për të ardhur deri këtu, për shembull secili prej nesh sot ka mundur edhe të shkel në ndonjë grop, edhe rrezohet, edhe pse aksident trafiku ose çka do tjetër. Secilë rrugë që e marrim dua të themi ka rreziqet e veta, por ne duhet ta dim se ku dëshirojmë synim dhe të synojmë dhe si të arrijmë atje. Mirë, atëherë besoj që duhet me shku drejt fundit, sepse pyetjet sigurisht që janë të shumta dhe Ata marrim edhe ndonjë pyetje, mos mbetet vetëm me një. Për shkak që karriera jonë ka me fillu në vitet e ardhshme, deshta me pyet, a keni pas ndonjë dështim karrierë që ka mësuar më shumë se ndonjë sukses? Si çdo rrugë tjetër, ju duhet të jeni të përgatitur se gjatë karrierës tuaj, gjatë punës, si çdo gjë që bëni, mund të ketë edhe pengesa, mund të ketë edhe dështime, po ajo që kam mësuar unë, që është gjithmonë më mirë që të përpiqem të mësojmë nga gabimet e tjerëve sesa nga gabimet që i bën vetë. Se duke mësuar nga gabimet e tjerëve minimizon hapësirën dhe mundësinë që të bësh gabime vetë. Për këtë arsye unë insistoj që lexoni, mësoni, edukoni, dëgjoni përvojat e tjerëve, se e mësoni rrugën më të mirë për t'ju çuar nga pika A te pika B më lehtë. Karriera ime pra ka qenë e tillë, ka pas pra ngritje, rënje, është normale, nuk ka asnjë mal që e shohim, nuk shkon vetëm për pjetë, e ka edhe fasën tjetër që zbret të poshtë. Dhe për këtë duhet të informohemi dhe të pranojmë që në fillim, se pastaj sfidat që do të na dalin rrugës që janë të pashmangshme, duhet që t'i marrim si mësime për të vazhduar me te dhe jo si dëshpërime për të ndalë. Kështu që ju jeni në kohën më të mirë tash. Besoni që faleminderit. Unë jam i bindur se çka do që unë përfaqësoj sot në gazetari, nëse merrem sidomos nga ajo që është shkrimi, se kam filluar nga gazetari të shkruar, unë besoj se 80% se si shkruaj unë e kam përvecuar nga mosha 15-16 deri moshën 22 vjeçare. Prej moshës 22 vjeçare dhe deri moshën që kam sot, ndoshta kam avancuar rreth 20%. Kështu që mosha në cilën jeni duke hyrë ju, edhe 4-5 vjet e ka mundësinë më të madhe që të përfitoni, të mësoni se tash do të formoheni, mendimet që i fitoni, qëndrimet që i fitoni tash, është shumë më vështirë në pjesë të tjera të jetës të ndryshoni. Kështu që nëse nuk e shfrytëzoni këtë kohë për të nxënë sa më shumë dije, për të përgatitur për periudhën tjetër të jetës, edhe do të mund t'ju humbin disa trena. Nuk është njësoj si kur të filloni, për shembull, gazetarin, ta mësoni se si shkruhet një lajm, para se ta fitoni vendin e punës, se sa të hyni të barabartë me gjithë tjerët që do ta fillojnë nga dita e parë. Tash duke e parë se nga 10 vetë ju po e bëni punën më mirë, edhe ata që janë e prorët tuaj do të kenë mundësi që ju t'ju avancojnë më shpejt se sa të tjerët. Sërish i hipni shkallët shumë më shpejt nëse startin e keni pas më të përgatitur. Kështu se shfrytëzoni moshën që e keni, është më e mira që e ka njeriu dhe mësoni. Lexoni këshilla edhe përgatituni për jetën e tuaj.
Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi të jem me ne bashkë me ju.